Përshëndetje. Mirë se erdhe në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim për mënyra të thjeshta, të arritshme dhe të vërteta që të ndihmojnë të kuptosh më mirë paratë, të menaxhosh jetën financiare dhe të ndërtosh një të ardhme më të qëndrueshme për veten dhe familjen tënde. Poshtë në përshkrim do gjesh një link ku mund të shohësh si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjallë. Por mbaje mend, asnjëherë mos merr vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjon në internet. Flisni gjithmonë me një ekspert financiar, sepse çdo situatë është ndryshe dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Tani, le të flasim për diçka që shumë njerëz e pyesin veten çdo ditë: si mund të fitoj më shumë, pa ndryshuar punën që kam? Shumë prej nesh mendojnë që e vetmja mënyrë për të rritur të ardhurat është të gjesh një punë të re. Por në fakt, ka plot mënyra për të fituar më shumë aty ku je, në punën që ke aktualisht. Sekreti është që të rritësh vlerën tënde, jo vetëm orët që punon. Në Shqipëri, Kosovë apo jashtë vendit, shumë njerëz punojnë fort, por ndihen sikur nuk ecin përpara. Jo sepse nuk përpiqen, por sepse nuk kanë mësuar si të bëjnë që puna e tyre të ketë më shumë vlerë për të tjerët. Dhe kjo është pika ku fillon ndryshimi. Të ardhurat e tua janë shpesh një pasqyrë e asaj që të tjerët janë gati të paguajnë për vlerën që ofron. Jo për lodhjen tënde, as për orët që punon, por për rezultatin që u jep. Nëse punon në një zyrë, në një dyqan, në një fabrikë apo online, pyet veten, si mund ta bëj punën time më të vlefshme për njerëzit e tjerë? Në momentin që gjen një përgjigje për këtë pyetje, ke filluar rrugën për të rritur të ardhurat. Tani, le t'i shohim disa mënyra shumë praktike si mund ta bësh këtë, pa lënë punën që ke. Së pari, bëhu më i mirë në atë që bën. Duket si këshill e thjeshtë, por është thelbësore. Në çdo vend pune, janë disa njerëz që dallohen. Ata që e dinë më mirë sistemin, që janë të saktë, që e mbarojnë punën pa e shtyrë. Dhe janë pikërisht këta që marrin më shumë mundësi, bonuse apo rritje rroge. Nëse çdo ditë përpiqesh të bësh punën tënde pak më mirë se dje, brenda pak muajsh do të dallohesh. Shembujt janë të thjeshtë. Një shitse që kujdeset për klientët më shumë se të tjerat, do ketë gjithmonë më shumë shitje. Një punëtor që mban rendin dhe sigurinë në vendin e punës, do ketë më shumë besim nga shefi. Një punonjës që mëson një program të ri në kompjuter, bëhet më i vlefshëm për kompaninë. Pra, aftësia është burimi më i madh i rritjes së të ardhurave. Nëse rrit aftësitë e tua, rrit edhe vlerën tënde në treg. Dhe njerëzit paguajnë më shumë për vlerë, jo për orë. E dyta, mëso të kërkosh vlerën tënde. Në shumë vende pune, sidomos tek ne shqiptarët, njerëzit punojnë me vite pa kërkuar asnjë rritje. Jo sepse nuk e meritojnë, por sepse ndihen në siklet ta kërkojnë. Por duhet ta dish diçka, askush nuk do të rrisë pagën nëse ti vetë nuk e kërkon me argumente. Nuk po them të shkosh e të thuash, dua më shumë para. Jo. Por trego çfarë ke sjell në tavolinë. Çfarë ke përmirësuar? Çfarë vlere ke shtuar në punë? Nëse shefi yt sheh që je rritur profesionalisht dhe se e ndihmon ekipin, ka shumë më tepër mundësi të rrisë pagën. Në Suedi, në Gjermani, në Zvicër, shumë shqiptar kanë arritur të rrisin pagën vetëm sepse kanë kërkuar. Por me argumente, jo me lutje. Në vend që të presësh të vlerësojnë, mëso të vlerësosh vetveten i pari. E treta, mëso diçka të re që lidhet me punën tënde. Edhe nëse kompania s'të ofron trajnime, interneti është plot me mundësi. Në YouTube, Coursera, Udemy apo edhe në faqe falas.
Një orë në javë që e shpenzon duke mësuar diçka të re, mund të bëjë ndryshim të madh pas disa muajsh. Sepse aftësia që ke sot është ajo që të paguan nesër. Nëse punon në shitje, mëso për psikologjinë e klientit. Nëse punon në kuzhinë, mëso për menaxhimin e kohës apo për shërbimin më të mirë. Nëse je në ndërtim, mëso për teknikat e reja ose materialet moderne që të kursejnë kohë. Nëse je në administrat, mëso Excel më mirë, mëso komunikimin profesional. Këto janë gjëra të vogla që e bëjnë punën tënde të vlefshme dhe të dallueshme. E katërta. Mëso të marrësh përgjegjësi. Shumë njerëz kanë frikë nga përgjegjësia, por pikërisht ajo të rrit. Në çdo kompani, njerëzit që marrin përgjegjësi janë ata që fitojnë më shumë. Jo sepse punojnë më shumë, por sepse mbartin më shumë vlerë. Nëse shefi yt e di që mund të mbështetet tek ti për diçka të rëndësishme, do të vlerësojë më shumë. Edhe një shembull i thjeshtë, në një restorant, kamarieri që kujdeset për çdo detaj dhe e trajton klientin si mik, fiton më shumë bakshishe. Në një fabrikë, punëtori që ruan qetësinë dhe ndihmon të tjerët në stres, respektohet më shumë. Në një zyrë, ai që ndihmon kolegët pa pritur diçka në këmbim, bëhet i pasvendësueshëm. Dhe kur je i pasvendësueshëm, fiton më shumë. E pesta. Mëso të komunikosh më mirë. Në çdo punë, njerëzit që dinë të flasin me qetësi, me respekt dhe me qartësi, rriten më shpejt. Shpesh, nuk është më i paguari ai që di më shumë, por ai që di të komunikojë më mirë me njerëzit e tjerë. Në çdo vend pune, bashkëpunimi është çelësi. Nëse di të bashkëpunosh, të dëgjosh dhe të përçosh pozitivitet, bëhesh njeri që duan ta kenë pranë. Një shembull shumë i thjeshtë, në një kompani në Tiranë, një vajzë që punonte në call center, pas 2 vitesh u bë supervizore. Jo sepse kishte studiuar më shumë se të tjerët, por sepse dinte të dëgjonte klientët me durim dhe t'i ndihmonte me zgjidhje. Kjo është vlera që të sjellë më shumë të ardhura, pa ndryshuar punë. E gjashta. Kërko mënyra për të kursyer kohën dhe për të rritur efikasitetin. Në çdo punë, ka mënyra për ta bërë më mirë, më shpejt, me më pak stres. Nëse gjen një mënyrë për ta përmirësuar procesin, do vlerësohesh. Shefat e dinë kur dikush sjell ide që kursejnë kohë dhe para. Nëse mendon si pronar, do fillojnë të trajtojnë si të tillë. E shtata. Rrit imazhin tënd profesional. Kujdesu për mënyrën si paraqitesh, si flet, si e përfaqëson veten. Në një botë ku gjithçka lidhet me perceptimin, mënyra si e prezanton veten ndikon shumë. Nëse njerëzit kanë besim tek ti, vlera jote rritet automatikisht. Mos e mendo këtë si krenari. Është vetë respekt. Dhe vetë respekti është magnet për mundësi të reja. E teta. Mëso të mendosh si investitor edhe në punën tënde. Mos e shiko punën si një vend ku shkon të marrësh rrogën, por si një teren ku po investon aftësitë e tua. Çdo gjë që mëson sot, çdo përvojë që fiton, është kapital për të ardhmen. Mendo si kur çdo ditë që punon, po fiton përvojë që nesër mund ta kthesh në diçka më të madhe. Dhe e nënta. Mos prit motivim nga jashtë. Në çdo punë ka ditë të mira e ditë të lodhshme. Por njerëzit që rriten financiarisht janë ata që bëjnë punën edhe kur s'kan dëshirë. Sepse e dinë që disiplina është më e vlefshme se motivimi. Motivimi vjen e ikën. Disiplina të çon përpara. Nëse çdo ditë përpiqesh të japësh 10% më shumë, pas një viti je ndryshe. Je më i përgatitur, më i qetë dhe më i vlefshëm.
dhe e vlefshme është fjala që ndan njerëzit që fitojnë më shumë nga ata që mbeten në vend. Mos e harro këtë, nuk paguhesh për kohën që kalon në punë, por për vlerën që krijon gjatë asaj kohe. Në fund të ditës, rritja e të ardhurave pa ndryshuar punë është plotësisht e mundur. Fillon me mentalitetin. Fillon me përmirësimin e vetes, me durim dhe me vlera. Nëse çdo ditë punon për t'u bërë versioni më i mirë i vetes në atë që bën, do vinë më shumë mundësi, më shumë besim dhe më shumë të ardhura. Dhe kur të ndodh, do kuptosh se nuk ka qenë puna që të pengonte, por mënyra si e shikoje punën. Mos harro. Çdo aftësi që fiton, të sjell një derë të re. Çdo ide që zbaton, të sjell një mundësi të re. Dhe çdo përmirësim i vogël, të sjell më afër suksesit financiar. Nëse të pëlqeu kjo video, abonohu në Rritu Financiarisht dhe shpërndaje me dikë që po përpiqet të rritet në punën e vet, sepse ndonjëherë një ide e vetme mund të ndryshojë gjithë mënyrën si e shohim punën dhe jetën. Faleminderit që ishe me mua. Kujdesu për punën tënde, rrit vlerën tënde dhe një ditë të ardhurat e tua do të ndjekin këtë rritje.